Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës dhe për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim se rekon të gjitha zhvillimeve të cilat vijnë nga Kosova ka dështuar për të pestën herë radhës seanca konstituive në kuvendin e Kosovës, seancë e cila zhvillohet për krijimin e institucioneve të reja në Kosovë, të paktën që prej zgjedhjeve të fundit parlamentare nuk kemi ende një kryetar të kuvendit pasi ka qenë lëvizja vetëvendosje e drejtuar nga Albin Kurti, ajo e cila nuk e ka plotësuar kuotën e votave të nevojshme për zgjedhjen e kryetarit apo të gjithë krijimit të institucioneve dhe qeverisë së re të Kosovës. Për hir të së vërtetës duket sikur nuk është një situatë e mirë politike për kryeministrin Albin Kurti, i cili vetëm ditën e djeshme është bojkotuar nga të gjithë gazetarët të cilët kanë zgjedhur që të ulin në mikrofonat dhe kamerat në momentin kur Albin Kurti ishte duke dalë nga ambientet e kuvendit, por do të ndalemi edhe tek çështjet e sigurisë dhe detajet e reja sa i takon vrasjes së policit, reshterit Muhamet Liga. Për të gjitha këto zhvillime më bashkohet në këto momente në një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it kolegu Faton Mehmeti. Faton, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Faton, e nisim fillimisht me situatën politike në Kosovë, dështon për të pestën herë radhës seanca konstituive, pritet që të mbahet edhe një seancë e 6 konstituive me shpresën e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit, por edhe me shpresën e krijimit dhe hapjes së rrugës për krijimin e institucioneve dhe qeverisë së re në Kosovë. Si paraqitet klima politike aktualisht në Kosovë? Faton, për të kuptuar pak më shumë atë se çfarë ndodh edhe në korridoret e këtyre institucioneve. Sigurisht që partisë fituese në këtë rast vetëvendosjes sipas ligjit i takon që ajo të propozoj kandidatin për kryetar dhe duket që një marrëveshje që ishte përfol mes vetëvendosjes edhe nismës që i ka 3 deputet nuk është arritur, kështu që vetëvendosja faktikisht i ka vetëm 57 vota, shto këto dhe minoritetet, se të vetat i ka vetëm 48. Kështu që por në krejt këtë situatë duket që kjo është një lojë Albin Kurtit për të shkuar në zgjedhje, sepse Albin Kurti ka arritur atë çfarë ka synuar deri më tani, pra ka arritur të përçoj Fatmir Limën dhe Ramush Haradinën, të cilët kandiduan në këtë zgjedhje bashkë në një koalicion dhe arritën së bashku të merrnin 8 deputet. Vetëm duke qenë së bashku këta arritën pra të kalonin pragun zgjedhor 5%, që është e paraport për partitë për të futur në kuvend. Kështu që Albin Kurti duke mos qenë i kënaqur që nuk arriti përfitonte 51% e kërkuar nga ai në mënyrë që të formonte vetëm institucionet dhe duke qenë në anën tjetër që 2 partitë e mëdha, LDK-ja dhe PDK-ja e kanë refuzuar, duket që po shkon drejt asaj që ta dërgoj vendin në zgjedhje. Kjo i leverdis zotrit Kurti për shkak se Kurti mendon që ta çojë vendin sërish në zgjedhje të reja parlamentare, po sa pik i shton dhe i humbet në të njëjtën kohë ky pretendim i Kurtit, Faton. Se kam përshtypjen duhet të jenë edhe qytetarët e Kosovës, duhet të jenë gati për këto zgjedhje nëse do të shkohet drejt zgjedhjeve të reja. Institucionet, a janë gati institucionet, partitë politike, a janë gati këto të fundit? Çfarë ndodh? Ndodh në matematikën zgjedhore zotit Kurti i leverdis për shkak se ai ka arritur që LDK-n partinë e tretë t'ja hedhni një yll zez, sepse u akuzua që i ka vjedh disa vota të diasporës, edhe kanë dalë disa përgjigje brenda grupit parlamentar të LDK-s, kështu që mbështetësit e saj në një farë mënyrë janë të terrorizuar nga këto dalje të bisedave që janë bërë duke akuzuar deputet mes njëri tjetrit. Këtë zotri Kurti po e merr si avantazh vetën. Në anën tjetër, siç e ceka edhe më herët, zotri Kurti ka arritur që të përçojë Fatmir Limën dhe Ramush Haradinën dhe në matematikën e tij dhe në kalkulimet e tij, nëse futën zgjedhjet, asnjëra prej këtyre 2 partive nuk e kalon pragun. Çka rrjedhimisht këto vota ai supozon që t'i merr vet. Pra, pretendimi i tij është që të mos ta fus as nismën në kuvend, edhe ti përfitoj ato vota.
sepse zotri Kurti po dëshirante që ta formonte konsolidimin e institucioneve në këtë rast kuvendit, ai e ka kandidatin e tij cilët po e kërkon opozita, pra zotrin Glauko Njuca, i cili ka qenë kryetari i kuvendit, dhe opozita po e kërkon këtë rast dhe është gati për ta votuar. Mirë, po zotri Kurti qëllimisht zonjën Albulena Haxhiu e ka kandiduar sepse kjo njihet prej grupit radikal të vetëvendosjes që nuk ka asnjë lloj simpati opozita për të. Prandaj zotri Kurti e ka hedhur si kandidaturë në mënyrë që të mos fitoj kjo votat e mjaftueshme, edhe në këtë rast e ka avantazhin e vet sepse nuk i jep kushtetuta, po themi, një afat kohor, me çka i do të ishte si themi rrezikuar nga afati kohor. Për në rast që formohet kuvendi, atëherë fillon të rrjedh afati ligjor prej 15 ditë për të formuar qeverinë. Çka zotri Kurti do të vijë para një akti të krym, sepse vetmin bashkëpunëtor në këtë rast të mundshëm e ka zotrin Lima, i cili pastaj do të ishte në një komoditet shumë të madh për të kërkuar atë çfarë dëshiron. Zotri Kurti nuk dëshiron të futet në këto matematika dhe qëllimi i tij vetëm është kurrja zgjedhje dhe me ato që i ceku më herët për ta lënë zotrin Lima dhe zotrin Ramush Haradinaj politikisht, për t'i djegur politikisht, edhe në këtë mënyrë për t'i marrë ato vota, sepse parti që marrin në 5%, pastaj ato vota shpërndon tek partitë e mëdha, dhe duke qenë se vetëvendosja është e para, sigurisht që do të merrte pikë edhe më shumë. Në anën tjetër, se ka një avantazh i zotit Kurti është se LDK-n ka arritur, po themi, të dalin disa përgjime që ajo ka bërë manipulime të votave të diasporës, dhe kështu që e ka avantazhin për t'i goditur. E vetmja mbetet PDK-ja, e cila ka ruajtur, si me thonë, atë staturën e vet, dhe pavarësisht se do të shkohet zgjedhja, e vetmja që pritet që ta ruajë ekuilibrin edhe ta ruajë, po themi, përqindjen që e ka fituar. Ndërsa LDK-ja pritet këtë rënje, ashtu siç edhe zotri Lima dhe zotri Haradinaj, dhe zotri Kurti matematikën e tij e ka qëllimin që të shtyjë zgjedhjet deri në tetor, kur parashihen që të mbahen edhe zgjedhjet lokale dhe për të mbajtur zgjedhjet së bashku dhe lokale dhe presidenciale. Edhe parlamentare, po edhe presidenciale në një farë mënyrë, sepse në mars të vitit tashëm duhet zgjedhet presidenti dhe zotri Kurti do të ketë, si me thonë, edhe këtë kartën e zgjedhjes së presidentit, do të kërkoj që të merr ato 500.000 vota në mënyrë që thotë që ne do ta kemi, si me thonë, zgjedhjen e presidentit dhe do ta zgjidhemi për 4 vjet, si thuash, do thotë krizën e votave. Faton, kanë kaluar të paktën më shumë se 2 muaj që prej zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, dhe dua të di pak më shumë rreth asaj se çfarë është duke ndodhur me tryezat e negociatave për koalicione të mundshme me lëvizjen vetëvendosje në një farë mënyre për të arritur dhe për të kapur shifrat e nevojshme në kuvendin e Republikës së Kosovës. Patjetër, diskutimet, siç e ceka, 2 partitë e mëdha kanë refuzuar, po themi LDK-ja dhe PDK-ja kanë refuzuar takimin me zotrin Kurti. Ramush Haradinaj gjithashtu ka qenë i prerë që prej fillimit se nuk do të ketë bashkëpunim. I vetmi ka qenë zotri Lima dhe minoritetet. Në matematikën, pra në kalkulimet matematikore, zotri Kurti, nëse i merr minoritetet, edhe zotri Lima do t'i ketë 62 vota. Mirë, po këto nuk mjaftojnë, këto 62 vota, për ta zgjedhur edhe afatgjat këtë qeveri. Po themi se momentin kur kërkohet zgjedhja e presidentit vendit, siç parashikohet edhe me rregullore, duhet të jenë 80 deputet të pranishëm në momentin e votimit, që edhe në rundin e tretë. Kështu që mjafton që këto 3 partitë e mëdha vetëm dalin dhe zotri Kurti nuk dëshiron që të vihet para një akti të krym. Kështu që pavarësisht se zotri Limaj është shpreh i gatshëm, është pikërisht zotri Kurti që nuk po e lësim, si thuash, as andej as këndej. As nuk po i thot po as jo, po e lësi një kartë që në rast që opozita, se vetëm opozita mund ta afuzojë zotrin Kurti në Kurth. Si mund ta bëj? Nëse zotri Kurti kandidon prap nesër do ta ketë zonjën Albulena Haxhiu, opozita do të ishte shumë e favorshme për të që ta votoj. Ta votoj dhe zotri Kurti do silte para një akti të krym, me çka i brenda 15 dite patjetër e ka për ta formuar qeverinë. Në kundër të një kalon partisë së dytë, në këtë rast PDK-s, e drejta për të formuar institucionet. Pak a shumë, mirë po,
duket se opozita ka rënë në lojën e zotërit Kurti dhe nuk po e kupton ende që ajo është duke e bërë këtë lojë në mënyrë që ta çojë vendin në zgjedhje. Zotëri Limaj është shpreh i gatshëm, mirë po ai ka shprehë edhe disa kushte, njëri ndër kushtet i cili duket që ka qenë i papranueshëm për zotëri Kurti, nëse të progu zgjedhor prej 5% të bie më poshtë, në mënyrë që zotëri Limaj edhe në zgjedhjet e ardhshme të futet në kuvend, sepse e di që nuk e ka të pamundur pa një koalicion me parti të mëdha. PDK-ja e ka refuzuar më herët zotërin Limaj. Ramushi tash më tha që rrugët tona e ndor përgjithmonë, kështu që duket se zotëri Kurti ka rënë në një hall të madh. Në anën tjetër për ta plotësuar kërkesën e zotërit Limaj, po në anën tjetër edhe sikur vetë nuk dëshiron për arsye që i ceku më herët. Pra vendi nuk është gjend në një stat tillë që prej vitit 2013 kur ishte atëherë Vllani që ishin pozicionuar gjithë kundër PDK-s, edhe vetëm pas një ndërhyrje të ish kancelarës. Çfarë klime ka krijuar kjo situatë nxehtë politike në Kosovë, Faton? Polarizimet janë vërtet shumë të skajshme në mes dy grupacione, po themi është zotëri Kurti dhe gjithë tjerët. Pra tri partitë e mëdha dhe zotëri Haradinaj. Pra është një polarizim jashtëzakonisht shumë i madh, një klim shumë e nxehtë politike që nuk është por këto vite të fundit. Po themi krahas rritjes së çmimit të energjisë elektrike 16.1%, po dhe dialogut me Serbinë dhe gjithë prekupimet që i kanë qytetarët, duket se është shtuar edhe një problem shumë i madh. Edhe qytetarët në gjatë ditës po të bisedosh me ta, e ndjen këtë shqetësim dhe jemi fut në një rrugë, po themi, pa kryer. Vetëm nëse ambasada amerikane reagon, pra i mbledh krerët e institucioneve, vendi mund të del nga kjo krizë, përndryshe duket se e vështirë sepse zotëri Albin Kurti poluan me matematikat zgjedhore derisa opozita fatkeqësisht nuk po arrin ta kuptoj lojën e tij dhe po e refuzon vazhdimisht kandidaturën e ministres aktuale të drejtësisë zonës Albolena Haxhiu, cilët zoti Kurti ka hedhur vetëm për t'i bërë një lloj revanshi opozitës, jo për ta votuar si kandidate për kryetarët kuvendit. Zoti Kurti nuk e ka qëllimin, nëse do ta kishte për një me, do ta kandidonte zotrin Glau Konjuca, i cili është më i pëlqyer dhe i cili nëse nesër del si kandidat, ai do t'i merr votat edhe të opozitës. Duket sikur nuk jemi në një moment fort të mirë për karrierën politike të zotit Kurti, Faton. Dhe kjo u vure edhe ditën e djeshme, kur gazetarët e bojkotuan gjatë momentit kur Kurti doli nga ambientet e kuvendit, gazetarët hodhën për tokë mikrofonat dhe kamerat e tyre mbase në një shenjë proteste. Për çfarë ndodhi ai bojkot, Faton? Zotëri Kurtit kujtojmë fillimisht që pas zgjedhjeve në deklaratën e tij publike e quajti hajvana opozitën. Duke qenë kështu, edhe mediat, gazetarët e kishin kundërshtuar jashtëzakonisht shumash për këtë diskurs publik të tij. Prandaj zotëri Kurti i ka bojkotuar gazetarët dhe që atëherë asnjëherë më nuk është prononcuar për mediat. Pavarësisht se gazetarët në 5 seanca të kuvendit pas dështimit e seancave janë munduar që të marrin prononcimin zotit Kurti, ky vetëm i ka injoruar, prandaj ishte si një lloj proteste ndaj tij për shkak të mos komunikimit të tij me gazetar, për çka dhe në një farë mënyrë është i obliguar jo në mënyrë kushtetuese, por në mënyrë po themi në praktikat e mëhershme gjithmonë kryeministrat pavarësisht statave janë prononcuar, sepse është po themi njeriu i parë po themi me pushtet ekzekutiv në vend, i cili duhet të jap sqarime. Po duke qenë në një moment, siç e thatë edhe jo të mirë zotit Kurti, ai më mirë ka zgjedhur të hesht, edhe ky është si një lloj, po themi, proteste në anën tjetër e zotit Kurti ndaj gazetarëve për shkak të honës të madhe që i kanë bërë atij fjalimit të tij, duke quajtur opozitën hajvan, dhe me të drejtë gazetarët e hodhën mikrofona si një shenjë proteste ndaj kryeministit që nuk pranon, si më thon, të prononcohet, për çka po themi prap
është i detyruar për të dhënë sqarime, sepse vendi nuk mund të vazhdojë në një situatë të tillë pa fund. Ndërkohë, çfarë solli ajo sken për opinionin publik, Faton? Pra, flas gjithmonë për skenën e bojkotit të Kurtit, paktën nga ana e gazetarëve. Ka sjellë reagime të njanshme? Po, dy anshme ka pas. Reagimet e mbështetësve të zotit Kurti nuk është se ju ka bërë shumë përshtypje, ndërsa ata që janë me opozitën e kanë quajtur edhe këtë si një lloj, po themi, arsye pse ky njeri nuk duhet të jetë më kryeministër i vendit, për shkak se, po themi, ka hap shumë frontet luftës, po themi kështu, në njërën anë me opozitën, në njërën anë me mediat dhe në anën tjetër edhe me disa biznesmen cilët ai i quhen oligark. Po themi, opozita vetëm po e përdor këtë si po themi si kartë në opinionin publik, pse ata nuk, dy partitë po themi të mëdhaja, pse nuk pranojnë që të futen në koalicion me zotin Kurti, e japin edhe këtë si një arsye shtesë. E kuptoj. Ndërkohë, Faton, kureshti kam edhe sa i takon situatës sigurisë në Kosovë, por edhe se takon ngjarjes së ndodhur në 1 prill, vrasjes reshterit Muhamed Lika. Kam përshtypjen se autoritetet kanë arritur që të marrin dhe të zbardhin edhe detajet e reja se i takon kësaj ngjarje tronditëse për Kosovën dhe jo vetëm. Çfarë detajesh të reja kemi se i takon kësaj ngjarje, çfarë kanë arritur të zbulojnë autoritetet deri në këto momente? Reshteri Muhamed Lika është vrarë siç e ceket jo me 1 prill, ka qenë një pjesëtar i UÇK-s, edhe kur ndodh vrasja se Kaçaniku është një zonë shumë e vogël e njerëzve dhe ata njihen mes njëri tjetrit. Gjithë njerëzit ishin habitur për shkak se kishte zotri Reshteri Lika, i tashmë ndjeri, kishte një popularitet jashtëzakonisht madh tek qytetarët dhe gjithë ishin habitur se si mundi ndodh kjo vrasje, për shkak se ai nuk që kishte pasur konflikt personal me askën. Tashmë së fundi janë arrestuar 6 persona, edhe që cilët dyshohen për vrasjen e tij dhe si ekzekutuesi i tij policia me një farë mënyre e akuzon Haki Belen, Rajan Belen, false Haki është vllai i tij. Rajan Bela në momentin e vrasjes ishte vetëm 17 vjeç dhe duket se grupi ka qenë shumë mirë i organizuar që ta jepte, si me thonë, urdhër me një farë mënyre një 17 vjeçari për ta vrarë për shkak se pastaj konsiderohet i mintur edhe procedurat ndaj tij pastaj do të jenë edhe më të ndryshme. Sipas prokurorisë, mirë po sipas asaj që edhe ne kemi arritur të marrim vesh, ky grup është një grup islamist i cili i lidhur me Lavdrim Muhaxherin, i cili ishte ndër kryesorët të grupit xhihadist që luftonte në Siri, i cili është rënë në vitin 2017. Pra ky grup konsiderohet grup ekstremist, cilët vetëm një natë para vrasjes së policit, tash reshterit, kishin postuar disa foto në TikTok duke dhënë mesazhe islamiste. Këta 3 prej tyre, se tashmë 6 janë arrestuar, mirë po 3 prej tyre në vit ishin arrestuar edhe në mars kishin dalë para gjykatës në mars të vitit të kaluar për shkak të djegjes së gjykatës Kaçanek, sepse sipas tyre gjykatësi vetëm është Allahu dhe jo organet e drejtësisë. Pra është një grup islamist i lidhur, një grup fundamentalist, cilët e kanë vrarë, siç kemi marrë vesh në reshterin, për shkak se reshteri Lika ishte duke hetuar këtë grup, pra për aktivitetet e tyre islamiste në zonën e Kaçanikut dhe jo vetëm. Dhe duket se kjo ka qenë arsyeja që i mori jetën ish reshterit Muhamed Lika, një personalitet i shquar dhe i dashur mjaft tek popullata për shkak të kontributit të tij edhe gjatë luftës edhe pas, sepse ishte vënë në mbrojtje të sigurisë së qytetarëve. E kuptoj, ka qenë një nga ato situata që ka tronditur e ceka dhe pak më herët, Faton, jo vetëm Kosovën, po të gjithëve ne, sepse lidhet ngushtë edhe me situatën e sigurisë në vend. Kjo e fundit si paraqytet aktualisht, Faton? Realisht në muajin e fundit Kosova është trondit prej disa vrasjeve të ndryshme, kem pas vrasje të ndryshme,
prej njëra vrasje ka ndodhur në Prishtinë me konfliktin që kishte nisur qysh më herët në Spanjë për shkak të çështjes xhelozisë për shkak të një gruaje. Gjithashtu edhe një vrasje tjetër ishte një ish punonjëse cilës i mori jetën ish pronari i saj aty dyshuar për çështje xhelozie. Pra kanë ndodhur edhe disa plagosje cilat e kanë të rëndit, si me thonë, këtë muajin e fundit, po themi, gjatë muajit prill, mars, prej gjysmës marsit e deri më tani, si me thonë, për këto 4 javë deri që po im javën e 5, realisht është rëndit opinioni publik me disa vrasje të një pas njëshme. Imagjino vetëm brenda një javë ishin vrarë 3 persona, gjë që nuk është e zakonshme, po themi, në vendin tonë. Është një bilans tragjik për hir të së vërtetës. Nuk është që qytetarët, si me thonë, janë mësuar. Me këto edhe gjithë po ngrejnë alarmin se çfarë po ndodh. Edhe armët besoj që një ndër arsyet është edhe dhënia e lejeve pas një kriter në duart e njerëzve, cilët ato mund t'i sigurojnë shumë lehtë edhe të marrin leje. Besa një pjesë e tyre madhe i kanë edhe me leje edhe pse kanë bërë ekzekutimin. Sepse ligji i mundson kushdo që ka një biznes sa do të vogël të merr një armë pas një, po themi, një lloj kriteri. Kështu që realisht situata duket e tensionuar dhe më të rënditse ishte, po themi, vrasja e rreshterit Muhamet Lika, për shkak se edhe më akoma më tragjike, po themi, është bërë kjo vrasje pasi po dalin pa arsyet e vrasjes tij me një grup të islamistë cilët në zonën e Kaçanikut janë të shumt. Të kujtojmë që vetëm gjatë luftës në Siri 85 shqiptar nga zona e Kaçanikut kanë qenë të përfshirë në konfliktin në Siri. Të gjithë këta të nxitur edhe të mbështetur, të financuar nga Lavdrim Muhaxheri, i cili është konsideruar një ndër kokat më të mëdha të xhihadit islamist në jo vetëm Kosovë, por edhe në Ballkan. Për këtë kanë shkruar edhe gazetat italiane dhe franceze, të cilat Lavdrim Muhaxheri kishte konsideruar si kryeterroristi, po themi, numër 1 në Ballkan, edhe i cili është vrarë para në 2017, por grupacionet e tij ende vazhdojnë të funksionojnë. E qartë. Fadon, unë të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe detajet që përcolle deri në këto momente në këtë transmetim të drejt për drejt për Fax News. Si gjithmonë është kënaqësi. Kënaqësia ime, faleminderit shumë, shpresoj të dëgjohemi hera tjera për lajme më të mira për kombin tonë në të dy anët e kufirit. Patjetër, shpresojmë. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.